Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Tema sëntme është Ramazani dhe shëndeti mendor. Për të folur mbi këtë temë kaq të rëndësishme, kemi të ftuar profesor doktor Ferid Agani, neuropsikiatër. I nderuar, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Pse kjo temë ka një rëndësi të veçantë në kohën që ne po jetojmë? Unë mendoj se nga viti në vit po merr rëndësi edhe më të veçantë, edhe pse çdo vit ka qenë e rëndësishme. Shëndeti mendor dhe muaji i bekuar i Ramazanit është një temë e cila është shumë e gjerë, është komplekse dhe e cila kërkon një trajtim gjithëpërfshirës. Pse si vjet më shumë se vjet, sepse nga viti në vit po shpejtohet ritmi i jetës, shkalla e stresit me cilin ballafaqohet qytetari bashkëkohor është çdo herë më e lartë dhe njeriu ka një presion të madh për arritjen e synimeve të mëdha materialiste që ja vën vetit. Presioni i telefonit dhe rrjeteve sociale gati më janë 24 orësh dhe ky presion e mban njeriu në një tension të vazhdueshëm për të mbërrir shumë objektiva njëkohësisht. Dhe muaji i bekuar i Ramazanit është një rast ideal, është një dhuratë e madhe e Zotit të Madhërisëm për gjithë njerëzimin dhe për njeriu bashkëkohor në veçantë në këtë kohë që t'i jep mundësi që të reflektojë mbi qenien e tij, që të ndalet dhe të sheh se ky vrap pas materiales është larg prej interesave të tij, si të qenies së tij biologjike, trupore dhe psikologjike, ashtu edhe qenies shpirtërore. Si ndikon Ramazani në aspektin e përgjithshëm dhe të veçantë në raport me situatën në cilën ju përmendet? Po në radhë parë e jep është një intervenim hynor i cili gjithë njerëzimit i jep mundësinë që qysh thash të ndalet dhe të reflekton mbi veten e tij. Pra që të përkujton veten se është një qenie biologjike, pra trupore dhe psikologjike, trup dhe mendje, por njëkohësisht edhe qenie shpirtërore. Pra është një mundësi që njeriu nëpërmjet një privimi i cili në dukje është privim nga ushqimi dhe njëkohësisht një detyrim për një ibadet, për një adhurim më të madh të Zotit gjatë një muaji, në të vërtet të realizon ringjalljen e tij të brendshme. Pra të ripërtrihet si në aspektin biologjik, trupor, mendor ose psikologjik dhe të ripërtrihet në aspektin shpirtëror. Pra kjo është një mundësi unike e cila ofrohet dhe njerëzimi është i lumtur dhe njerëzit janë të lumtur dhe besimtarët në veçantë janë të lumtur që ju ofrohet kjo mundësi që gjatë një viti të kenë mundësi që të reflektojnë mbi veten. Një farë mënyre të jenë koshient për atë se gjatë 11 muajve të tjerë të jetës, shumë herë marrin drejtime dhe zhvillojnë aktivitete të cilat janë panevojshme për ta, janë të tepërta dhe që në esencë dëmtojnë shëndetin e tyre biologjik dhe njëkohësisht e ngarkojnë shpirtin e tyre në mënyrë të panevojshme. E cilat mund të quhen sfidat reale të Ramazanit për shëndetin mendor? Po shiqoni, në aspektin e sfidave, natyrisht Ramazani nuk është një muaj i cili është i lehtë dhe nuk është një muaj i cili automatikisht tash është i suksesshëm në misionin e tij. Varet shumë prej njeriut me sa mençuri dhe sa urti i qaset atij. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjatë muajit të agjërimit, gjatë muajit të bekuar të Ramazanit, njeriu të realizon një ndryshim të skemës së tij jetësore, të ritmit të tij jetësor dhe të preokupimeve të tij në mënyrë të urtë, të matur, duke mos e shkatruar gjithë agjendën e tij që e ka pas deri atëherë, por duke modifikuar atë dhe duke e bërë më të përshtatshme për nevojat e trupit të tij biologjik dhe shpirtit të tij. Prandaj, gjatë këtij muaji të Ramazanit kemi sfida të veçanta. Njëra prej sfidave është gjumi, kur nëse nuk i qasemi me kujdes, atëherë mund të mbesim me 3-4 orë gjumë në ditë,
që automatikisht e cënon shëndetin e njeriu, shëndetin mendor të njeriu dhe shëndetin trupor. Më tutje kemi punën, obligimet e punës, na gjatë këtij muaji duhet punojmë, duhet të realizojmë angazhimet tona. Duhet bërë këtë në mënyrë më të matur dhe natyrisht këtu mirëkuptimi i punëdhënësve në radhë të parë është shumë i rëndësishëm sepse natyrisht kishte më qenë mirë që pak zhvillimi i punës dhe ritmi i realizimit të objektivave të jenë më të ulët dhe të mos ketë mbi ngarkesë fizike për njeriu gjatë këtij muaji të bekuar. Përveç kësaj, një sfidë e veçantë e këtij muaji të bekuar në aspektin e shëndetit edhe trupor, edhe mendor, është ushqimi, për shembull iftari i rënd me shumë sheqerna, nuk është në dobi të shëndetit as trupor, as mendor të njeriut, pra duhet pas kujdes në ushqim, pra që të mos të mbi ngarkohemi në kohën e iftarit, dhe njëkohësisht të kemi kujdes në hidratim ose në marrjen e sasisë së mjaftueshme të ujit ndërmjet iftarit dhe syfyrit. Pra, me një farë këshille të përgjithshme, gjithmonë me variacione individuale natyrisht, se çdo njeri nuk i ka nevojat e njëjta, por rreth 2 litra ujë duhet të pihen ndërmjet iftarit dhe syfyrit në mënyrë që të kemi një ripërtritje, një regenerim dhe funksionim normal të sistemeve të ndryshme të organeve në radhë parë të veshkën. Profesor, pra, ju thoni që edhe pse agjerojmë, duhet të jemi të kujdesshëm në raport me gjumin tonë, ta përmbushim siç duhet. Por në këtë rast, edhe nëse punojmë, pra jemi në punë angazhim fizik, duhet kemi kujdes edhe me volumin dhe natyrisht se vlerësoni në mënyrë të veçantë edhe atë personin i cili është përgjegjës për punëtorët e vet, ku në këtë muaj të bekuar natyrisht është më respektues ndaj atij obligimit që janë duke përfunduar në këtë rast punëtorët e tij. Në kohën tonë që po jetojmë, natyrisht se lodhja mendore, ndonjëherë ngarkesat e jetës për të arritur synime ose mbajtja familjes janë një hap i cili na shoqëron në vazhdimsi. Si duhet të sillemi në raport me mendimet tona, sa duhet ta ngarkojmë veten dhe ku është kufiri ku ne mbi ngarkojmë veten tonë. Njeriu bashkëkohor e mbi ngarkon veten jashtëzakonisht shumë, përmenda telefonat, i përmenda rrjetet sociale, ekspozimin i jashtëzakonshëm komunikimit dhe presioni është i jashtëzakonshëm i njeriut dhe natyrisht se edhe presioni mbi të menduarit, mbi procesin psikik të menduarit është shumë i madh dhe ne kemi një fenomen të menduarit të tepërt, i cili është çdo herë më prezent në psikopatologjinë e qytetarëve tonë dhe të pacientëve të mi konkretisht edhe kolegëve. Dhe natyrisht se është shumë e rëndësishme jo vetëm kuantiteti i menduarit, pra vëllimi i mendimeve, shpejtësia e tyre, preokupimeve me të cilat jetojmë, por është shumë e rëndësishme edhe cilësia e mendimeve. Do thotë ka janë të orientuar mendimet. Ato mendime e drejtojnë, orientojnë edhe sjelljen tonë, dhe orientimi ka një sjellje me synime më të larta, me synime më fisnike, me synime shpirtërore. Është shumë i shëndetshëm për qenien e njeriut, pra të menduarit për Zotin e Madhëshëm, për udhëzimet e tij, për udhëzimet e profetit ton alayhis salam. Dhe në përgjithësi udhëzimet hyjnore që na vijnë, preokupimet me këto udhëzime, mënyra, përpjekjet që në mënyrë më të mirë të realizojmë këto udhëzime, e determinojnë edhe një funksion pozitiv psikik të njeriut, pra të menduar të ashtu quajtur pozitiv, pra të menduar i cili është orientuar ka dimensionet më të larta etike dhe morale të personalitetit të njeriut, të mirëqenies, të mirënjohjes, të mirëbërjes, pra të qenit në një pozitë altruiste, të qenit në një pozitë ku jeni të preokupuar me interesin e tjerëve, jo vetëm me interesin personal. Pra, ky lloj të menduarit është të menduar pozitiv, menduar i cili balanson edhe emocionet e lidhura me to, vullnetin dhe funksionet tjera psikike, përqendrimin e vëmendjes dhe funksionet tjera psikike të ndërlidhura. I nderuar profesor, sa ndikon në këtë rast namazi, agjerimi, leximi i Kuranit në raport me aspektin mendor?
në raport me prekupimet, këto dertet që kanë herë din me qenë një blokues kryesor, sa ndikojnë dhe a është thirrja juaj që të vazhdohet me tutje me këto apo normalisht të ketë kujdes? Si e vlerëson këtë? Po shiqoni, njeriu bashkuhor, njeriu i sodit, duhet të përkujtoj veten kur më shumë se tash se është qenje, si që tash në fillim, qenje biologjike, por është edhe qenje shpirtërore. Harresa e shpirtit, lënia anash e shpirtit, duke mos pas kohë për te, duke qenë të preokupum me kujdesin për trupin ton. De facto njeriu e largon për qenja e tij e vërtet, dhe në këtë mënyrë shkakton disbalans brenda organizmit, i cili në shumë aspekte shkencore ende nuk është i qartësuar, e në disa edhe është i qartësuar. Prandaj përkujdesi për qenien shpirtërore të njeriut, i cili gjatë muajit bekuar të Ramazanit është i veçantë dhe falë Zotit ai ka dashur këtë muaj të na ndalë dhe të na dërgon një këshill hyjnore që të kemi kujdes për shpirtin tonë, se na jemi përgjegjës për shpirtin tonë, ne jemi një mënyrë bartës të shpirtit tonë në këtë botë, prej momentit kur kemi ardhën këtë botë deri kur do të shkojmë prej kësaj bote, ne kemi shpirtin tonë brenda dhe duhet kujdesemi edhe për te. Ne kujdesemi për trupin tonë, nëpërmjet bukës e ushqejmë trupin tonë. Po për shembull shpirti jo nuk ushqehet me bukë, shpirti jo ushqehet për shembull me bamirësi. Dhe bamirësia, mirënjohja, falënderimi janë veçoritë kryesore të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Pra, namazi, leximi i Kuranit, agjërimi, shtyllat e tjera të islamit janë në mënyrë që ne gjatë një muaji e shtojmë vëmendjen tonë, përqendrimin tonë, mendimet tona ka shpirti jonë. Dhe në këtë mënyrë, duke e kënaqur atë, duke e pastruar zemrën tonë, duke e forcuar durimin tonë, ne e vendosim urën ndërmjet shpirtit dhe trupit. E forcojmë atë urë. Ajo urë gjithmonë ekziston, por ajo urë mund të jetë nganjëherë shumë e hollë, si një vijë e hollë, por mund të jetë edhe urë e fortë, të qëndrueshme, në cilën ka shkëmbim të energjive. Pra të energjisë biologjike, mentale, trunore në radhë të parë, dhe energjisë shpirtërore, e cila ekziston brenda qenies tonë, brenda personalitetit tonë. Profesor, pra ju thoni që në këtë rast edhe agjerimi, edhe namazi, edhe leximi i Kuranit, edhe bamirësia, edhe një fjalë mirë që dikujt i themi, ndikojnë s'pari në aspektin shpirtëror, e që rrjedhimisht, pastaj kjo përkthehet në aspektin mendor për na bërë persona që jemi të fortë për të vazhduar rrugtimin tonë këtë botë. Për të kaluar tek pjesa tjetër, si ta bëjmë Ramazanin terapeutik? Pra, në radhë të parë, duhet jemi të kujdesshëm që mos ta rënojmë shëndetin tonë. Agjerimi gjatë muajit bekuar të Ramazanit e paraqet një sfidë të veçantë për organizmin e njeriut, dhe thash duhet krijuar disa parakushte në mënyrë që ky agjerim të jetë sa më optimal dhe të ketë efektin e plot edhe në trupin e njeriut, por edhe në mendjen e tij dhe në shpirtin e tij. Thash fillimisht të sigurohet domosdo që të kemi 6 deri në 7 orë gjumë në ditë. Nuk është të thonë me qenë 6 deri në 7 orë të pakputura. Mund të jenë edhe gjatë ditës, 1 orë, 2, edhe në pjesë të ndryshme të natës, për të plotësohen, po brenda 24 orëve 6 deri në 7 orë gjumë. Kjo është këshilla kryesore. Më tutje te ushqimi, tham iftare të lehta, iftare me supa, me perime, me proteina, sa më pak sheqerna. Hidratim i domosdoshëm, pra marrje e ujit, të sasive të mjaftueshme të ujit, që është tash 2 litra ndërmjet iftarit dhe syfyrit. Më pastaj një kujdes i veçantë në sjelljen tonë, në sjelljen ndaj më të afërmve, brenda familjes, ndaj atyre me cilët punojmë. Pra një fokus në dashuri, në përcjelljen e energjisë pozitive të dashurisë të njerëzit, jo zemrimit, jo të energjisë agresive. Pra, muaji i bekuar i Ramazanit është muaji i vetkontrollit, është muaji i trajnimit të vetkontrollit. Pra njeriu i kontrollon emocionet e tij, e kontrollon agresivitetin e tij, nuk e lejon që të kemi erupsione të agresivitetit të pakontrolluar gjatë këtij muaji. Pra
duhet të ndërtojmë marrëdhënie të buta, të ngrohta ndërmjet nesh. Jo marrëdhënie me agresivitet, sepse në rast se nuk arrim ta bëjmë këtë, pra nëse nuk agjerojmë, siç thonë shpesh, edhe kemi ndëgjuar edhe prej dietarëve islam, nuk agjerohet vetëm me gojë, edhe me lukt, po agjerohet edhe me gjuhë, edhe me sy, edhe me veshë, edhe me shqisat tona. Pra duhet kemi kujdes se çka po prekim, çka po folim, çka po ndëgjojmë, çka po mendojmë. Pra ky dimensioni mendor, psikik i njeriut gjatë muajit bekor Ramazanit është shumë i rëndësishëm, sepse ai i determinon edhe proceset hormonale, neuroendokrine, psikoneuroendokrine, pra brenda trupit njeriut. Pra ka ndërlidhje të fuqishme ndërmjet asaj çka thojmë, çka bojmë, mënyrën që thomë, çka shohim, çka ndëgjojmë gjatë këtij muaji të bekuar në funksionimin e organizmit ton, si në dimensionin biologjik, pra trupor e mendor, ashtu edhe atë shpirtëror. Profesor i nderuar, çfarë të bëjnë ata të cilët mund të jenë ndoshta në aspektin mendor jo nivelin më duhur, si ta agjerojnë muajin e Ramazanit, sa duhet të jenë të kujdesshëm dhe a mund të përdorin diçka që këtë muaj ta kalojnë mënyrë më të lehtë? Po, faleminderit, shumë pyetje me rëndësi. Kjo është pyetje shumë relevante jo vetëm për të smurët që kanë probleme të shëndetit mendor, po edhe për smurët që kanë smundje tjera. Është një rregull e përgjithshme që unë kisha pas dëshirë secili shiqu sonte ta ketë parasysh që ata që marrin barna para muajit të bekuar të Ramazanit dhe i takon ky muaj, i takon me barna, me terapi. Terapia nuk uzon të ndërpritet në asnjë mënyrë pa u këshillu me profesionistin e larmisë përkatëse. Sa e përket shëndetit mendor, muaji bekuar i Ramazanit për shumë njerëz të cilët kanë probleme me ankth, me përjetime stresogjene, me vështirësi të jetës përditshme, mund të paraqet një trajtim terapeutik në veti. Vetëm muaji i bekuar me agjerimin, me adhurimin e shtuar ndaj Zotit të Madhërisëm, me rregullat e sjelljes, me rregullat e gjumit, me rregullat e komunikimit që i ka brenda, me komponenten e theksuar të bamirësisë, të mirënjohjes, të falënderimit, të promovimit të dashurisë në llogaritë të agresivitetit, pra përhapjes mirëkuptimit ndërmjet njerëzve dhe respektit. Vetëm me këtë mund të ndikojmë në mënyrë terapeutike tek këta njerëz. Mirë, po ka shumë njerëz që kanë probleme më serioze shëndetit mendor, si çrregullimi bipolar, depresionet të rënda, psikozat, çrregullimet e rënda të gjumit, çrregullimet e rënda të ushqyerit. Këta duhet pas parasysh se ju nevojitet gjithsesi një konsult profesionale para se të fillojnë me hyrje në këtë muaj të bekuar, sepse është i nevojshëm modifikimi i dozave, marrja e tyre në kohë të iftarit dhe të syfyrit, me pa a është e mundshme, sa është e mundshme, dhe gjithmonë kemi atë parimin kryesor që na çdo rast të tillë kur kemi një smundje paraprake me cilën hym në muajin e bekuar të Ramazanit, na e shohim nga këndvështrimi që ajo veç duhet të ketë dobi, që duhet të ketë shërim dhe në asnjë mënyrë vështirësim në procesin e trajtimit. Profesor i nderuar, familja, koncepti i familjes, a duhet shihet si një pikë ku realisht gjejmë qetësi dhe prehje, apo ndonjëherë siç mund të dëgjojmë si burim stresi? Si trajtohet kjo? Shoni, familja është një mjedis i natyrshëm të cilën Zoti i Madhërisëm e ka rregulluar për njeriu, në të cilën të gjithë anëtarët e familjes fitojnë. Asnjëri nuk hub dhe është një mjedis në cilën kemi vetëm përparim dhe mirësi e zhvillim. Fatkeqësisht, individët që janë anëtarë të familjes shumë herë kanë probleme të natyrës shëndetit mendor, probleme psikopatologjike. Dhe këto probleme psikike shumë herë reflektojnë edhe marrëdhëniet familjare dhe mandej mund të jenë burim i agresivitetit dhe konflikteve dhe tensioneve e presioneve brenda familjes. Dhe natyrisht në këto raste, familja në vend që të jetë një mjedis ku e kemi një zhvillim, një rritje, një dashuri, një përparim të vazhdueshëm, shndrohet një mjedis toksik ose helmues, ku ka shumë agresivitet, i cili cënon gjitha gjeneratat brenda saj. Muaji i bekuar i Ramazanit e ka një mekanizëm të mrekullueshëm me cilin familja forcohet dhe natyrisht anëtarët e familjes nëpërmjet saj.
Ky është iftari, kjo është darka e përbashkët, kjo është momenti kur së bashku e falenderojmë Zotin e Madhëshëm për mundësinë që të dëshmojmë gjatë një dite të tërë, të dëshmojmë adhurimin tonë për te, dhe ka dëshmërinë tonë për të ndryshuar për te, po njëkohësisht në dobinë tonën dhe të familjes. Pra, tëreza e iftarit, bashkimi i anëtarëve të familjes, është veprimi më i mençur për të reduktuar dhe zvogëluar izolimin e anëtarëve të familjes prej familjes. Pra, detyrimi me qenë bashkë në sofër të iftarit i bashkon njerëz, e krijon ndjenjen e kolektivitetit, mundëson shprehjen e dashurisë dhe respektit të ndërsjellë. Dhe kjo energji pozitive pastaj gjeneron shumë procese pozitive biokimike në tru, në nivelin e neurotransmiterëve të trurit, receptorëve të trurit, deri tek kënaqësia shpirtërore. Dhe ndërlidhja dhe ndërveprimi e shpirtit ton me trupin dhe mendjen ton. Prandaj dimensioni familjar i muajit bekuar të Ramazanit është një dimension i mrekullueshëm, i cili në vërtet i mundson njeriu dhe gjithë familjes që prej këtij muaji në pjesën e mbetur të vitit të del më e forcuar, të jetë më unike, të jetë më e përqendruar, më e fokusuar në qëllime të mira, objektive, në qëllime të cilat janë humane, njerëzore, e jo në qëllime egoiste edhe materialiste. Profesor nderuar, ju thoni pra se mbledhja në tyrezën e iftarit, përveç në momentin e gëzimit aty kur arrihet një qëllim i ditës, duhet që të shëmbëllen aspektin tjetër, pra që të mblidhet familja të diskutojë për problemet eventuale e që ato probleme realisht mos jenë për atyre që din ta bllokojnë personin, e dikur pastaj të vjetë një problem madhor që ndoshta vështirë që të gjejnë zgjidhje. Përfundimisht se agjerimi dhe ibadeti, adhurimi i Zotit Madhëshëm gjatë muajit bekuar të Ramazanit është rrugtim personal. Dhe këtë duhet ta theksoj që rrugtim personal dhe në te nuk ka kurfar lloj presioni, as agresiviteti, as ndonjë përpjekje që të detyrimit, që detyrohet dikush prej anëtarëve të familjes ta bëjë këtë ose atë, por me dashuri, me mirë kuptim të afrohet dhe në këtë mënyrë të parandalojmë shumë konflikte dhe shumë zhvillime negative brenda familjes. Profesor nderuar, ne kemi edhe shumë pyetje tjera, mirë po për shkak të kohës dhe shkoj shumë shpejt koha, ne duhet ta mbyllim këtë emisionin. Të falenderoj shumë për angazhimin tuaj dhe kontributin mbi këtë temë, Zoti ju shpërbleft. Faleminderit shumë dhe unë uroj që të gjithë shoqëruesit tonë të kenë një muaj të këndshëm, një muaj të shëndetshëm, një muaj me bereqet, një muaj të fisnikrimit të vetës, të familjeve të tyre dhe gjithë shoqërisë tonë së bashku. Uroj që të realizojmë atë thënien e njohur se ai i cili hyn në muajin e bekuar të Ramazanit me një disiplinë, me një rregull, me një përkushtim, me një përqendrim të vëmendjes të qartë në gjëra të qarta, në objektiva të qarta, dhe i cili del për këtij muaji të bekuar me më shumë dëmshuri për njëri tjetrin, me më shumë dashuri për njëri tjetrin, me më shumë ndjeshmëri për njëri tjetrin, ai ja ka arrit qëllimit e Zoti i Madhëshëm na ndihmon të gjithëve në këtë drejtim. Amin. Zoti shpërblet profesor. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni sonte. Deri në takimin e radhës, paqja e Zotit qoftë mbi ju.